Kjo kull 105 vjeçare monument kulture i kategorisë së parë ndodhet në fshatin Ishull Lezhë të Lezhës. E ndërtuar me murguri dhe arkitekturë të veçantë nga Det Zefi, është ruajtur dhe mirëmbajtur nga pasardhësit e tij, por pavarësisht vëmendjes së vazhdueshme nga familjarët, kulla ka nevojë për ndërhyrje dhe restaurim. Ndërtu stërgjyshi me fjalë Det Zefi i Gjapale ka qenë quajtaj, edhe mas nej me brezat tjerë, është mirë majtë, po sashi si m'ka ngel në fund fare mu, e kanë restauru qunat e mi, me thënë drejtën, kanë bo punë shumë ta, edhe e kanë mirë majtë të mënyrë tjerë zakonshme, që të mos shkojë dëm. Kam shumë nevojë që të na ndihmoje, të bëjmë në i restaurim sa da pak, se ka pas pjesë tjera kulla, që nuk i ka sot. Në territorin e Bashkisë Lezhë numërohen rreth 200 kulla të vjetra, me vlera të jashtëzakonshme historike. Në këtë kuadër janë hapur thirrje për programin Rihetëzimi i kullave, një iniciativë e përbashkët nëpërmjet Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit dhe GIZ në Shqipëri. Qëllimi i këtij projekti është të mbështesë ruajtjen, dokumentimin dhe aktivizimin e trashëgimisë kulturore në zonat rurale të Shqipërisë, duke e kthyer trashëgimin historike të kullave në një burim zhvillimi ekonomik, turistik dhe identitar për komunitetin lokal. E veçanta kësaj kulle ku ndodhemi sot, është kullë tipike malore, malësisë, ndodhet mes të fushës, madje në një nivel shumë të ulët, nëse llogarisë me nivelin e detit. Tu mund të jetë rreth jo më shumë se 2 metra mbi nivelin e detit. Është rasti i veçantë, është kulla më e mirëmbajtur, po ashtu ka statusin si monument kulture i kategorisë së parë. Faza e parë, faza aplikuese, ku gjithë aplikantët do plotësojnë një formular, ku brenda këtij formulari janë të paraqitura mënyra se si është arkitektura, a ka pas ndërhyrje, a është e qëndrueshme, a shikohet për një perspektivë shumë të mirë për ta kthyer atë në një bujtin apo në një atraksion të vizitueshme. Gjithë këto kalojnë në fazën e parë, vlerësohen nga organet kompetente që janë Ministria e Turizmit bashkë me ekspertët që do të jenë dhe do ta ndjekin këtë program. Janë disa kulla që ruajnë shumë bukur arkitekturën në një identitet dhe mund të kthehen shumë qartë shumë për turizëm. Kjo është me interes për ne, me interes edhe për banorët. Të dhënat e mbledhura në këtë fazë të parë të projektit do të shërbejnë si bazë për hartimin e një programi të integruar për restaurimin dhe promovimin e kullave si pasuri të trashëgimisë kulturore.